Merr fund romanca e Mirlin Daku ndahet nga e dashura 2 muaj pas zbulimit të lidhjes. Zbulohet çfarë ndodhi në historinë e dashurisë së modeles Vesa Vllazaliu me futbollistin e kombëtares shqiptare. Vetëm 2 muaj më parë, në mediat e showbizit shqiptar u shkrua për një romancë të re të showbizit shqiptar, teksa bëhet fjalë pikërisht për modelin Vesa Vllazaliu dhe futbollistin e kombëtares tonë Mirlin Daku. Aludimet u shtuan pasi Vesa publikoi edhe një foto me fanellën kuqezi, ndërsa ndjekësit vunë re se ajo dhe Mirlindi e ndjekin njëri tjetrin në rrjetet sociale. Ajo ishte e pranishme me shoqet e saj duke ndjekur kombëtarën si për ta zyrtarizuar lidhjen e tyre. Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk e konfirmoi apo mohoi këtë lajme, edhe pse nga burimet e afërta u pohua kjo gjë. Kur kanë kaluar vetëm pak javë, duket se dyshja nuk është më bashkë. Gjithçka u zbulua nga disa postime të Vesës, e cila ka udhëtuar drejt SBA-s. Ashtu siç duket në postimet e saj, një festë ka çuar deri në New York, por mediat flasin se krah asaj është edhe një mashkull që e shoqëron këtë ditë, por duket se djaloshi nuk është Mirlin Daku. Kaq ka mjaftuar për të zbuluar se futbollisti e modelja nuk janë më bashkë, e duket si një tjetër mashkull po e shoqëron. Nuk dihet nëse ky djalosh është mik apo lidhje e re për modelen, teksa kujtojmë se vetëm 2 muaj më parë ishte vetë Vesa ajo që donte të zbulonte raportin me yllin e kombëtares shqiptare. Në mesin e disa postimeve nga stadiumi, ajo postoi edhe një video ku etiketoi madje Mirlin Dakun. Postim ky që më pas u komentua nga përkrasit e blogerës se ishte një mbështetje për të dashurin e saj. Nga ana tjetër, futbollisti i kombëtares tonë ka preferuar të mos prononcohet në lidhje me këtë histori, duke preferuar që gjithçka të mbetet private. Por duket se sot në showbizin shqiptar më shumë se kushdo, shtimi dhe heqja e followersave kanë të bëjë shumë, pasi tashmë dyshja nuk ndiqen më në rrjetet sociale. Kujtojmë që Vllazaliu njihet për historinë e saj të ndarjes me futbollistin Mërgim Berisha, teksa bënte deklaratën bomë se futbollisti përfaqësuesës kosovare tradhoi me shoqen e saj të ngushtë prapa krave. Kjo bëri që më pas ajo të futej edhe në Big Brother VIP Kosova, e tani është në qendër të vëmendjes.